Kjo është ajo çfarë ka ngelur pas nga zjarri që përfshiu 200 biznese në tregun e 5 majit. Aktualisht forcat zjarrfikse po ashtu edhe policia ndodhen në terren për të bërë të mundur shuarin e plot të flakëve të zjarrit. Çfarë ore morët vesh për zjarrin? Zjarrin e kena morë vesh 105. Ka marrë nipi im, ka qenë nipit me motor tu duke bërë. Karake dyshi në fillim aty. Po të ishin zjarrfikset korrekte, s'kishte gjithë tregu. E 300 euro dojq për pasi policisë me një zorë me tup cesme. S'kishte ujë, zjarrfikse pa ujë, mërësin ke pallati duke morë ujë zjarrfikset. Turp për detusin e zjarrfikse. Sa dëm të shkaktuar? A në shkaktu 5 magazina madhë dëm. 2, ka 2 kate, 4. Dëm i paparë, nuk pa e them me Shqiprat, ju dëm i paparë. Edhe këtu, një magazinë e godës, jam dhek 5 magazina. 4, 2 kate, e njët e 5. Malli i paparë, nuk pa e them të shifrën sa. A ka ardhur dikush nga bashkia për të pyetur për situatën? As ka ardhur njeri, as ka pyet njeri, as ta leshim më fut policia bashkëqarke me policinë e rendit. Ka banonin 3 mund ta shfotoshin malli, se ku ka marrë s'kishte zjarr këtu. Më ka lemru nipi i dhëndri, s'kishte as zjarr, ka marrë, nuk ishte zjarr këtu. Nuk na le policia, nuk na lete më afro. Me zor kam hyrë, më ka muni televizion, se më kanë pa tjerët, që o ma, kam qetët, kam magazine këtu, nuk o dik. Nuk na lem, e dojq malli. Për mu këtu ka faj, detusi policisë zjarrfikse. Futen njerëzit pa aftë në punë. Nuk janë të aftë. Futen partjakët. A ne nodhim të gjona. Gjitha ne nodhim të gjona. Dhe dojnë fut njerëz të aftë. Policia s'na lete. Ore, ta ish mallin. Po t'na lete policia kështë shpëtu mallin. Çfarë do bëni pas gjithë kësaj situate? Qa të bëjmë? Qa të bëjmë? Thoni ju qa të bëjmë? Ç'kena të bëjmë? Qa të bëjmë me të? Vendurët ka pinë. Gjatë jetës s'kena të bëjmë. A keni një thirrje për instanca shtetërore në këtë rast? As një, as ta ka thirrë, as ta ka pyet njeri aty. Atë të shmajt bëjë të orën pallë. Orën pallë, bëjnë si të denë, bëjnë kush do, kush është më i fort, më i fuqishëm. As i gjotë të nuk bëhet me këtë vend.